Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas incidentit me Gjestin, Jozi provokon fuqishëm, shfaqet në prekaz të Kosovës. Pas disa ditësh mungesë në rrjetet sociale, Joz Marku është rikthyer në Instagram pak ditë pas incidentit të bujshëm gjatë gjysmëfinales, ku ai sulmoi fizikisht Gjestin, finalist me origjinë nga Kosova. Ngjarja ndizi reagime të ashpra, sidomos nga publiku kosovar, ku shumë prej tyre dënuan veprimin e këngëtarit dhe deklaruan hapur se nuk e duan më në Kosovë. Megjithatë, mbrëmjen e dieshme Jozi ka postuar një foto nga prekazi pranë kompleksit memorial të familjes Jashari, duke sfiduar në heshtje gjithë reagimin publik. Pavarësisht kritikave dhe bujës së madhe që ngjarja shkaktoi, Jozi nuk ka bërë ende asnjë reagim publik apo sqarim për atë që ndodhi live në spektakël.